Mirë mbrëma, kjo është edicioni më i ri i emisioni 60 minuta. Rritja e çmimit të energjisë elektrike dhe ndikimi që kjo rritje mund ta ketë te produktet ushqimore dhe të shërbime tjera i diskutojmë pas pak në studio me ish-kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës dhe ekspertin e ekonomisë Safet Gërgjalion. Me Gërgjalion gjithashtu flasim se si janë alternativat e mundësit për dalë nga një situatë të tillë dhe të gjitha këto vendime për rritje të çmimeve si ndikojnë në rënien e standardit të jetesës së qytetarëve. Por si zakonisht në fillim ju sjellim lajmet kryesore të ditës. Supremja refuzon ankesën e kandidatit të PDK-s. E vetëvendosja po pret certifikimin e rezultateve për nisur diskutimet për formimin e qeverisëre. Shënohet 26 dhjetori nisjes së bombardimeve të NATO-s. Presidenti Osmani falenderon aleatët të cilët ne nuk heshën ndaj së keqës. Kosova për herë të parë kontribon në Bankën Botërore. Ky institucion vlerëson kalimin e Kosovës nga përfituese në donatore për vendet e varfra. Protestat të dhunshme në Turqi mbi 1.000 të arrestuar që po përkrojnë kryebashkiakun e Stambollit. Bashkimi Evropian i kërkon Turqisë që të ruajë vlerat demokratike. Gjykata Supreme e Kosovës e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e kandidatit të Partisë Demokratike të Kosovës, Petrit Hajdarit, ndaj venimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Hajdari kishte kërkuar Supremës që ta vlerësoj vendimarrjen e PZAP-s, që e vendosi si të pabazuar ankesën e tij, me të cilën pretendonte se votat për të nuk ju përputhën në disa vendvotime. Përveç kësaj, Supremja ka në shqyrtim edhe 2 ankesa të tjera për të cilat ende nuk ka vendim. Nga Supremja vetëvendosja ka kërkuar që të anulohen votat e LDK-s të ardhura përmes postës, ndërkaq koalicioni i Partisë Demokratike të Ashkalinëve dhe Lëvizjes për Bashkim po kërkon që Supremja ta vërtetojë ankesën e tyre dhe të anulojë 219 votat e Partisë së Ashkalinëve për integrim të ardhura përmes postës ose të rinumërojë tyre. Po ashtu koalicioni PDK-LPB kërkon që të anulohen 108 votat në komunat ku nuk ka fare banor të komunitetit Ashkali dhe të bëhet rinumërimi në 3 shkolla të fushë Kosovës. Nëse Gjykata Supreme e njeh vendimarrjen e PZAP-s, rezultatet përfundimtare do të certifikohen si të tilla. E Ministri Financave, Punës dhe Transfereve Hekuran Murati ka deklaruar se po presin përfundimin e procesit të numërimit të votave, certifikimin e rezultateve dhe më pas të diskutohet për formimin e qeverisë. Këtë deklaratë e bëri pas konferencës së përbashkët me zëvendës presidentin e Bankës Botërore për Financim e Zhvillim. Në lidhje me këtë çështje po besoj vlen ajo çfarë ka thënë kryeministri. Pra që fillimisht do të presim përfundimin e procesit, certifikimin e rezultateve, konstituimin e kuvendit e pastaj edhe mund të flasim për formimin e qeverisë, ka thënë Murati. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka mirazuar rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit, por rezultati nuk është certifikuar ende. Ish-komandanti i ushtrisë qërimtare të Kosovës, Naim Maloku, ka nisur dëshmi në gjykatën speciale në Hag. Maloku, ish deputet dhe ish-këshilltar i kryeministrit Ramush Haradinaj, u intervistua nga speciala në vitin 2019. Prokurori James Pace tha se gjatë luftës Maloku ishte antar i drejtorisë operative të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s dhe pror ushtarak në Dugaqin. Maloku ju përgjigj pyetjeve të prokurorit lidhur me një libër të votuar në vitin 2000, por të cilin tha se UÇK-ja ishte ushtri me baza vullnetare ku nuk ekzistonte nocioni i dezertimit. Zoti prokuror, çdo ushtri ose njësi vullnetare ka disa përgjegjësi ose obligime që dallojnë nga ushtrit dhe njësi që mobilizohen në bazë të ligjeve dhe të urdhrave, është shprehur ndër të tjera Maloku gjatë dëshmisë së tij. Edicione e vazhdojmë me informacione të tjera ku një vrasje e dyfisht ka ndodhur të hënën në Vushtre. Zëdhënësi prokurorisë themelore në Mitrovic Valon Preteni ka thënë se sipas dyshimeve të para një burr ka vrarë një grua e pastaj edhe vetën. Në vendin e ngjarjes ka dalë prokurori kujdestar derisa në vendin e ngjarjes janë gjetur disa gozhoja. Ka ndodhur një vrasje në qytetin e Vushtres. Dyshimet e para janë për një burr dhe një grua. Dyshohet se burri fillimisht e ka vrarë gruan dhe pastaj edhe vetën. Në vend të ngjarjes ka dalë prokurori kujdestar dhe aty janë gjetur disa gozhoa, ka njoftuar Preteni për kohën. Koha ka kërkuar informacione nga policia për rastin, por deri në këto momente nuk ka marrë informacione tjera.
E në anën tjetër, prokuroria themelore në Mitrovic ka kërkuar nga gjykata themelore në Mitrovic saktimin e paraburgimit për të pandehurin me inicialet BD, i cili dyshohet për vrasjen e 19 vjeçarit në Vushtre. Prokuroria ka ndarë detaje nga rrethonat se si ka ndodhur vrasja. I pandehuri me inicialet BD më 23 mars 2025 rreth orës 8:30 në rrugën Galip Badivuku në Vushtri, me dashje e privon nga jeta viktimën me inicialet AZ, ashtu që me armën e zjarit tip pistolet e gjuan dhe godet së paku 3 herë në trup, ku viktima si pasojë e plagëve të marra nga arma e zjarit dëron jetë në repartin e emergjencës në spitalin e Vushtris, thuhet në njoftimin e prokurorisë. I pandehuri gjatë marrjes në pyetje ka pranuar kryerjen e veprës penale. Seanca për caktimin e paraburgimit për ta pandehurin thuhet se do të mbahet në gjykatën themelore në Mitrovic. Edicionin e vazhdoj me informacionet të tjera. Kompania rajonale e mbeturinave pastrimi ka njoftuar se afati fundit për pagesën e faturave të mbeturinave është 1 prilli. Kjo kompani ka paralemruar se pas kësaj date të gjithë ata që nuk i kryejnë obligimet do të procedohen te përmbaruesi privat. Muajin e kaluar, Komuna e Prishtinës ka paralemruar masa të ashpra ndaj kompanisë pastrimi për atë që ka kualifikuar si sabotim nga ndërmarrja për të grumbulluar mbeturinat. Polemikat për brëllogun ka nisur me intensitet në fillim të shkurtit. Më pas shkurt, Komuna e Prishtinës ka njoftuar se qytetarët nuk janë obliguar t'i paguajnë faturat e lëshuara nga ndërmarrja pastrimi për muajin janar. Komuna pati dalë me njoftimin në cilin thuhet se qytetarët tash faturat duhet t'i paguajnë në komunë e jo në kompaninë pastrimi. Janë mbushur 26 vjet nga fillimi i sulmeve ajrore të NATO-s në qashet ushtarake policore të Serbisë dhe Malit të Zi. Urdhërim për fillimin e fushatës bombarduese kishte dhënë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bill Clinton. Ai me këtë rast kishte thënë se kjo është mundësia e vetme për t'i dhënë fund luftës në Kosovë. Sulmet ajrore vazhduan deri më 9 qershor kur u arrit marrëveshja e Kumanovës, e cila ndryshe njihet edhe si kapitulimi i kriminalit Milošević. Në këtë ditë presidentja Vjosa Osmani ka falendëruar aleatët që ndihmuan për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Nëpërmjet një postimi në Facebook, Osmani ka thënë se 24 marsi është dita kur bota demokratike nuk ka heshtur. Dita kur aleatët e NATO-s ngritën kundër së keqes për ta mbrojtur një popull që po luftonte për ekzistencë i rrezikuar nga regjimi gjenocidial i Serbisë, ka shkruar mes tjerash presidentja Osmani. E 27 vjetori e epopesë së Dugagjinit është përkujtuar me homazhe me akademi përkujtimore nga qytetar e udhëheqës institucionesh. Presidentja Vjosa Osmani tha se sakrifica e familjes Haradinaj do të përkujtohet gjithnjë. E kryetari i Aleancës për Ardhmëritë të Kosovës, Ramush Haradinaj, në këtë përjetol foli për rëndësinë e marrëdhënieve të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sakrifica e luftëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës gjatë rrethimit nga forcat serbe në Glogjan u përkujtua të hënën nga qytetarë e udhëheqës të institucioneve në 27 vjetorin e epopesë së Dugagjinit. Presidentja Vjosa Osmani, e cila u prit nga kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe ish komandanti i zonës operative të Dugagjinit, Ramush Haradinaj, tha se vepra e familjes Haradinaj gjithnjë do të përkujtohet. Familja Haradinaj dhe i gjithë Glogjani u ngritën në këmbë për të shndruar këto kulla në fortifikat të lirisë dhe shumë prej atyre që luftuan rënë dëshmor e shumë të tjerë vazhduan që të kontribuojnë për lirinë e Kosovës. Prandaj është bërç i yni si institucionet të Kosovës për mbi të gjitha si qytetarë të kësaj republike të lirë, sovrane të pavarur, që gjithnjë të nderojmë sakrificën e familjes Haradinaj dhe të gjithë atyre që ranë për lirinë. Homazhe në kompleksin memorial të dëshmorëve në Glogjan bëri edhe kryekuvendari Glauk Konjufca. Ai tha se trimëria dhe vendosmëria e ushtarëve të UÇK-s u dhan mesazh forcave serbe se rrethimi i tyre nuk do ta shuante përpjekjen për liri. Atë ditë ku mbaj fuqishëm thirrja e lirisë, që u bë frymëzim për të gjithë popullin shqiptar në mbar Kosovën, duke dhënë shembullin e lartësuar të rezistencës me armë në duar, të sakrificës në emër të aspiratës sonë të përbashkët çlirimtare.
Në nder të kësaj date u mbajt edhe një akademi përkujtimore në Deçan. Para të pranishmëve, Haradinaj foli për rëndësinë e fuqizimit të marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kush e don këtë vend e këta fëmijë, duhet të harron si sytë e ballit aleancën me Amerikën e me NATO-n. Duhet të harron si ditën e 24 marsit 99. Por asnjëherë nuk do të amnistojmë ata që do pshojnë fuqinë tonë të mbrëmshme dhe aleancat tona. Kush do qofshin, nga kush do arshin, çfarë do detyre që kanë. Ata që do pshojnë aleancën me Amerikën edhe me NATO-n, me sigurinë tonë, ta dini që nuk i kemi tonë, nuk janë tonë. Më 24 mars 1998, forcat serbe rrethuan edhe më pas sulmuan Glogjanin. Gjatë rezistencës së armatosur, atë ditë dëshmorë ranë Him Haradinaj dhe gazmend e Agron Mehmetaj. Kosova për herë të parë është bërë donatore në Agjencinë Ndërkombëtare për Zhvillim të Bankës Botërore, fond që ky ndihmon shtetet e varfra. Zëvendës presidenti i këtij institucioni tha se kalimi nga përfitues në kontribues është dëshmi për qëndrueshmërinë e Kosovës në skenën ndërkombëtare. Nga përfituese e fondeve të Bankës Botërore, Kosova ka vendosur që të bëhet donatore në Agjencinë Ndërkombëtare për Zhvillim, një fond që ndihmon vendet e varfra në botë. Zëvendës presidenti i Bankës Botërore për financimin e zhvillimit, Aki Konisho, në një konferencë për media të hënën me ministrin e financave Hekuran Murati, tha se kjo është një dëshmi për qëndrueshmërinë e Kosovës në skenën ndërkombëtare. Kosovo's decision. Ky kalim nga përfitues në kontribues është një rrëfim i rrallë dhe jashtëzakonshëm i cili flet për qëndrueshmërinë, vizionin dhe përkushtimin e palëkundur të Kosovës ndaj progresit. Vendimi juaj për të kontribuar në IDA 21 fuqizon objektivat tona të përbashkëta, zhdukjen e varfrisë dhe ndërtimin e shoqërive të barabarta. Ai na sfidon të gjithëve të rishpikim atë që është e mundur, kur vendet ndjekin rrugën e tyre me vendosmëri. Kosova deri më tani ka përfituar 376 milion euro nga Banka Botërore përmes marrëveshjeve të nënshkruara dhe të ratifikuara në Kuvend. E ministri i financave Hekuran Murati u shpreh se Kosova për herë të parë ka marrë pjesë si shtet donator në mbledhjen e fundit për rimbursimin e fondeve të IDA-s. Murati ka folur edhe për bashkëpunimin me Bankën Botërore, duke cilësuar këtë institucion si partner krucial. Deri më tani, pra mund të themi që sa i përket financimit ndërkombëtar, marrëveshjeve ndërkombëtare, është mbështetësi me vëllimin më të madh që kemi aktualisht. Kontraktimi gjithsej kontratat deri më tani të nënshkruara dhe të ratifikuara janë 376 milion euro, ndërkaq mbështetja që ende duhet që është disbursuar është 289 milion euro deri më tani. Ministri i Financave ka theksuar se me këtë institucion janë duke punuar edhe për marrëveshje të tjera që ndërlidhen me tregtinë, transportin dhe lehtësimin e rritjen e eksportit.